Sot ishin taku? Sot ishin taku në Liburni? Unë mendoj që... Sot ishin taku në Liburni? Po, natyrisht që nuk janë armiq, do të takohen, do të pinë kafe, do të bisedojnë, dhe thjesht do të ecin për para. Por gjykata kushtetuese ka përcaktuar, po mendoj, kushtetuta jore ka para përcaktuar qatë se kush mund parashtroj pyetje dhe kush mund të shkoj. As unë, as visari, as të gjithë bashkë s'mund të shkojmë, se do t'jem deputet. Më duket 8 është, se ti ke qenë 8 apo 10 sa është numri i përcaktuar, po, dhe dihet kush e parashtron kërkesa. Ma merr mendja që nuk ka nevojë ma t'i shtrohen pyetje rreth kësaj çështje gjykatës, sepse unë e lexova dje përgjigjen dhe gjykimin dhe ashtu sonte duket e potencoj edhe profesor Hasani. Ka një keq kuptim me qëllim të disa, unë e kuptoj ne që s'jemi gjithë jurist, megjithëse unë kam kry kurse jurisprudencës, po nuk më kanë interesu çështjet e strikte i kushtetuese ligjore e tjerë, po drejtës ndërkombëtare më shumë. Nuk ka mundësi që çështjet politike t'i zgjidh asnjë gjykatë. Dhe kjo gjykat, ma merr mendja me këta gjykim si e lexova unë, i ka dhënë një kontribut veçantë shpjegimeve teorike, praktike parlamentare, që e plotësojnë mjaftueshëm nevojat, i plotësojnë nevojat që politikanët i zgjidhin problemet me marrëveshje. Dhe Enver Hasani tha, Enver Hasani tha, po e citoj, nuk mund të nis procesi i votimit fshet tash, as kur ka fillu, sepse është do është të ketë miratim para datës 8 prill. E dëgjova dhe ma merr mendja që këtë nyja e problemit është pikrisht e kjo çështja e ndryshimit të mënyrës së votimit, e cilën një pjesë e interpretojnë, ashtu si që interpretoi profesor Hasani, dhe pjesa më madhe e juristëve që është e vërtetë e interpretojnë ashtu, për shkak se bazohen në rregullorën e kuvendit. Por çështja është se 8 herë është provuar dhe nuk ka dhënë rezultat. Po nuk i takon, po jam dakord, që si takon kryesuesit, që ta ndryshoj pa konsultim me grupet parlamentare. Dhe duhet përmbyllet. Dhe më pas, kushtëzimet, veç po e citoj, kushtëzimet me çështje të nënkryetarëve të kuvendit, Enver Hasani i quajti shantazh. Sepse, sipas tij, Albin Kurti është duke i shantazhuar partitë politike, partitë që deri dje kanë qenë në opozit, me emrat të nënkryetarëve, sepse sipas tij emrat e nënkryetarëve nuk i dërgohen partive, as partisë fituese, i dërgohen kryetarit të kuvendit që zgjidhet. Në tekstin e këtij gjykimi thuaj diçka tjetër. Sepse aty deri diku barazoheshin problemi i zgjidhjes së kryetarit me nënkryetarët. Unë nuk po them që njëra palë ka mirë apo tjetra. Enver Hasani po thotë që duhet pasi që zgjedhet kryetari i kuvendit, pasi që zgjedhet kryetari i kuvendit, më pas i dërgohen atij si institucion emrat e nënkryetarëve. Kështu thot që e parasheh rregulloria dhe ai nuk e tha që është lëshu në këtë vlerësim. Teksti i gjykimit nuk e parasheh këtë. Nuk e parasheh, po me t'i lyp dikush emrat, është si me ardhur malpandrimi t'i lyp emrat e nënkryetarëve që s'ki kurfar kompetencë, se emrat e nënkryetarëve ka mi lyp kryetari i kuvendit i cili zgjedhet. Ati i dërgon emrat, ai që të votim ai e shpjegoi rregulloren mirë, bë publike kjo e di. Si e ka lënë ky, e ka dëgjuar profesor Hasani? Jo, se ka dëgjuar. Po e ka dëgjuar, se ka dëgjuar, ti tash po më shpjegoj profesorit për profesorin, s'po të kuptoj. E kam dëgjuar me vëmendje, lutem, edhe për një arsye shtesë, sepse ka një përvojë më të gjatë në gjykatën kushtetuese, ka qenë kryetar e tjerë, se shumica e atyre që janë aty tash e kam fjalën, sepse gjithë kryetarët e gjykatës kanë një spaku 5 vjetë
përvojë e tjerë, me po ju e keni vure që dhe kolegët e ti po e interpretojnë ndryshe, që kanë qenë gjykatën kushtetuese. Ne e kishim një kolegë një natë këtu. Dhe problemi prap... Pa i ta ka një mi qëtë deputet në burg? Po, që më duk t'i ofert e pëlqyshme, dhe pa mundur që është të vërteta, ne jemi në një situatë ku prap vimi të zgjidhja e domosdoshme politike. Sepse du të marrëveshje si pas gjitha gjasave, edhe për kryetarin, edhe për nënkryetarin, edhe për qeverin, edhe gjitha. Sepse as nuk mund të bëj qeverin me këtë pozicion që është njëra pala, as tjetra, tash më kanë filluar të pranojnë që të dyjat, çështja është si du të gjidhet zgjidhja më e mirë e mundshme që formalisht të zgjidhet kryetari, kryesia nën kryetarët dhe me një vendim përgjithshëm, me një votim përgjithshëm të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme. Kjo është çështje marrëveshjes politike e atyre takimeve që the ti që i kanë pas në Liburni e tjerë. Varet prej politikanëve. Politikanët i bëjnë problemet, ata dhe mund t'i zgjidhin problemet.